300 shtëpi kanë para lufte. Mos i fshat tash s'ka hiç. Ja vlen edhe ky fshat me urin gjallë sikur krejta fshatra tjerë që janë duke u ndërtu me villat luksoze. Këtu para se me ndrejsen rrugën, ke mujtën me marrën me 500 euro ore. 5.000 euro ka poshtë ma poshtë troje që kanë qitën me shritën që tashti. Tregom, a ishe kthy me jetu në fshat? Më ndrejsh rruga dhe me investu komuna e Lipjanit në fshatin tonë, po pse jo. Ja vlen me jetush. Mirë është me bujqësi. Çdo këtë banor këto jenë largu. Domethënë nuk kanë mbet asnjë banor, domethënë krejt fshatit domethënë jena shpërngul dëm Prishtinë, Njaniev, në Lipjan, kanë dalë, i kanë lshu fshatin domethënë veç shkaku i rrugës. Po sot me shembull më ndrejsen rruga, unë kthej në pore jem që kthejna këtu në fshat. Përshëndetje për krejt miq e mi nga unë Eliona. Sot jemi ardhur në fshatin Harnovc të komunës së Lipjanit. Jemi ardhur në këtë vend edhe pikërisht këtu jemi ndalë përballë shkollës të këtij fshati. Edhe me aq informata sa kemi marrë, kjo shkollë nuk është funksionale që 22 vjet. Domethënë fshati Harnovc nuk ka shkollë. Siç duket, nuk ka asgjë tjetër sepse po shihet veç në fillim të kësaj interviste që rruga është e mjerueshme, po në vazhdim nuk po gutmi, po shohim edhe e kshyrmi ma vonë se çka kena me taku, edhe çka kena me gjetë, çka kena me dëgju diçka tjetër. Përveç kësaj, kjo shkollë domethënë ka qenë funksionale para luftës edhe pas luftës, po që 22 vjet nashta i bën që nuk ka qenë më funksionale. Për këtë arsye, na ka thirrë Qazim Kelmendi, banori i fshatit Harnovc të komunës së Lipjanit, na ka thirrë në këtë fshat për me na tregu gjithçka sa i përket rreth fshatit. Hajdeni me mua edhe ta dëgjojmë bashkë se çka po na thotë Qazimi. Qazim, përshëndetje. Ç'është po kaloni? Mirë, si në fshat. Tregon pak ç'është është jeta në fshatin Harnovc. Jeta është e mirë, kush e din ata që banojnë në fshat, edhe e din jetën e fshatit që ka domethënë këtu. Ky fshati është i mirë, po është problemi që këtu nuk ka investim komunës Lipjanit. Rrugë, problemin e kena për rrugë këtu. Pe mas lufte, këtu asnjëherë komuna e Lipjanit nuk ka investuar në fshatin tonë. Okej, po e kemi edhe shkollën faktikisht këtu, shkollën e fshatit. Tregom që sa vjet nuk ka qenë e funksionueshme edhe pse pak a shumë e dim se sa na tregove mbrapa kamerave. Shkolla domethënën parafërsisht vitin 2003, domethënën u mbyllën këtu. Këtë shkollë kanë bë domethënë një organizat mas lufte e kanë rregulluar, se ka pasur në zonë sa këtu domethënë deri 2003-ën parafërsisht e di që ka pasur në zonë sa në këtë shkollë. Okej. Edhe tani për shkak të vështirësive të rrugës, domethënë çdo këtë banor këtu jenë larguar. Domethënë nuk kanë mbet asnjë banor, domethënë ka banor këtu pak janë të gajtën, domethënë që banojnë hale këtu. Na si logja në Kelmendi jem ka gajtën, domethënë krejt fshatit domethënë jena shpërngul dëm Prishtinë, Njaniev, Lipjan, domethënë këtë i braktisën. Është katon i braktisën që edhe me dasht nuk mundesh me ardhur me jetu këtu sepse nuk janë kushtet. Këtu kushtet nuk janë shkaku i rrugës. Shkaku i rrugës. Domethënë ku vend më të mirë nuk ka se në fshat. Po vazhdoj pak me kamerë, me pa se ç'është po duket shkolla nga afër, sepse për me pa fshatin kena me vazhdu pas pamjes që i ka shkolla, edhe po e shohme se ç'është është gjendja nga jashtë, domethënë. Mundet edhe kamera me fokusu, sepse kjo nuk është që hapet. Qëto për shumë plisat 1987. Ku është kanë, qysh është kanë, nuk e di. Domethënë veç po duket Shtjefen Gjeçovi. Domethënë është shkolla që është thirr, po që prej 2003-s, domethënë prej vitit kur unë kam lind, fshati Harnovc nuk ka shkollë të jetueshme. Është mjerim për një fshat, është mjerim për edhe pse na tregoi Qazimi që nuk është i banueshëm fshati. Nëse veç kishte pas familje që kishte
qëndru këto, kishte jetu këto, nuk ishte pas mundësi me dalë me jetu në Prishtinë ose diku me një vend tjetër, është mirëm për atë familje që ka fëmijë edhe që kish pas fëmijë faktikisht në këtë katun, edhe nuk kish pas shkollë se ku mu eduku, ku mu arsimu, edhe pse jo çdo fshat i ka këto vështirësi, sepse në çdo fshat që jemi kanë ka pas fshat tepër të mirë, tepër të mbajton, tepër i gjallnushëm, mbi të gjitha ka pas edhe shkolla shumë funksionale me cilat i ka dhënë krejta veçorit edhe krejta të mirat që duhet me i pas një nxënës prej një fshati. Qazim po vazhdojna me pa dhe pjesën tjetër të fshatit edhe me na tregu ma shumë rreth fshatit Hernovc. Qazim të regon pak për shoh me këto pjesën e punimeve që vetë sa kanë fillu për me ndërtu t'i villat. Regon me kanë ke fillu me i punua, e ki nëj ortak apo ke fillu vetë, nga ka ardhë ideja krejta Këto kena fillu me një ortak, kena fillu këto me ndërtu, dhe me honën. Kjo është pronë jam, ja kena hi bashkë për gjyst me ta. Këto rrugën e këto villat të kena marru, dhe që to kena ardhën në më mënyrë vetanoke, se këto jenë private. Qysh e ke mendu procesin, qëfar villa kanë me konë, nëse për qëka Këto kanë me konë villa, kanë një kalçë dhe më unë kanë me konën. Projekti është që milshu me qira apo sëto. Të regon pak qysh është zhvillu këj procesi, ka ardhë ideja dhe më thonë, e pom që edhe duke ardhë deri këto, rruga është të i mose e jo ndërtume. Po. E të regam kush ka me ju ndihmu për me ndërtu krejt rrugën edhe vendin këto që me ka një funksionushëm. Na, dhe më honën, kemë me bo kërkes me komunë Lipjanit. Dhe më honën me na ndihmu dishka komuna e Lipjanit për rrugë. Po. Se rruga është këto katastrofë. Na mas problemet e kemë, këtë fshatarët e kemë problemin të rruga. Dhe më honën nuk këtë jina tërhik, dhe më honën pe mas lufte këto, jina pasën dhe më honën shkollën poshtë atje shenë që tashti. Dhe më honën fshati si ne ka marru një organizate huja e ka marru shkollën, dhe më honën mas lufte. A komuna e Lipjanit për si fshatin Hernovc, asnjëherë nuk ka investu dhe më honën në rrugë, nuk na ka ndihmu kur gjeq. E këtu e ku marrën me shok, dhe më honën kena bo këto investimet. Ta është të këshyrëm qysh sa mujna me arrit, dhe më honën qa mujna me bo këto jenë do villat thjeshta, dhe më honën që jem të i ndërtu. Të regojmë këtu tokën, a ka qenë toka jote, apo është dikuj tjetër? Jo, toka është, kjo toka e qenë e babës, pasuni e babës temë është. E kemë këtë vend, kemë 2 hektere gjysë kemë këto. Ta është e kena bo me një ortak, kemë hi këto, e kemë bo këtë projektin e këtyne villa. Dhe më thonë, jo projektin që jeni duke realizu për villa, e bani për me ilshu me qëra. Po. A ka shu najher manje që me shit najher villën jonën prej tynëve, ose pjesën me tokë, ose qysh kanë procedura? Me shit, jo. Se dhe më kjo është pasuni e babës, të kom pos mundësi me shit edhe ma herët, po nuk kom desh me shiten. Kom desh me investu këto. Edhe tash të po moj me të edhe pak, baki edhe më këthy këto me jetu. Dhe më në vekejnë dhe me nejtë ma shumë. Dhe më këto ma shumë jem të fokusum këto në fshat. Sa të ka ofru mundësia nëse veç ke dasht me shit në njënën prej pjesëve të tokës ose diçka, atë ka orë mundësia ti me ja u shidikojnë apo ti vetë ke dasht? Jo, mundësia ka orë dhe ka pas të njerës të interesum që ka ndesh me blekit tokë, po nuk ku ndesh me shitën. Sa është kanë vlera që tu ka ofru për me e shit? Po dikon ofër, dikon 5.000 euro arin, për ari dikon ka 5.000 euro u kanën në diskutim, po veç shkaku i rrugës dhe më hanë u vlerësu qaj shmem, që të në manë nuk ka shmem 5.000 euro dhe më hanë të 5.000 euro, se është fshat në gjithat mirë. Sa me ndonë që kish mujt me pas vlerën nëse veç rruga i shkona e ndërtu me mirë? Po është shme thonë... Për afërsisht në të shta? Normal dhe më hanë 10.000 euro,
në 10.000 euro se jap kërkosh, në për vete edhe me konë rruga e mirë nuk e shes, apo kupton. Po dikush që shembull që shesin tash nuk e di atë, ka çmime tash secili ka ato çmimet e veta. Sa është kanë çmimi para se me ndrejtë rrugën? Këtu para se me ndrejtë në rrugën, këtu kanë çmimi ke mujtën me marrën me 500 euro ore. Monën po, me 500 euro ke mujtën me marrën këtë vend. Monën orin ke mujtën me 500 euro. Do me thonë 500 euro ka mujtë me kanë atëherë, po tash masi veç ti ke fillu me ndërtu rrugën, shkon vlerë 5.000 deri në 10.000 euro. Dejmë 5.000 euro ka ma poshtë troje që kanë qitën me shitën që tashti, dhe më honën e kanë 5.000 euro orin që kanë qitën me shitën. Okej, tregom pak, masi veç edhe tash po filloj me shku rrugës të poshtë, tregom qysh ka ardhur ideja për me ndrejtë rrugën, sepse ti na tregove edhe rrugës edhe jashta kamerave që e ke fillu punën vetë. Do me thonë, me iniciativën tënde, ke fillu vetë edhe ja kanë fillu me të ndihmu banorët. Tregom qysh ka qenë kjo punë. Ideja o konën se na këna posën problemin mas pare këtu për rrugë. Tani ku morë iniciativë me një shok, që jëmë këtu rëtak këtu punu me të, e këna morë iniciativën e këna qelën rrugën. Tani na kanë bashkan gjitë edhe fshati. Ma në ka këtu Kelmend, Lazan, Gajton, Krasnist, anejna jenë, madhën, edhe jena mbledhë bashkë fshatarët krejt, kena bo një organizim këtu, edhe secili ka dhonat mundësit e veta. Po tash jena metna, tash dhe madhën investimet e tona kanë përfunduar. Tash, a jeni duke prit për me ju ndihmu diçka komuna? A keni bën ndaj kërkesë ose diçka që sa do pak me ju ndihmu? Jo, komuna e Lipjanit? Jo, hale, komuna e Lipjanit e din për si fshat. Dhe ma unë për si fshatin në Anrëv se din. Po nuk është interesu në herë? Nuk e interesu asë njerë. Heq, dhe ma unë kur si pe mas lufte, dhe ma unë asë njerë s'ka investu komuna e Lipjanit në fshatin tonë. Dhe më thonë ti si banori fshatit, a jeton ende këtu apo jeton në Prishtinë? Jo, na jetojmë në Prishtinë, po ma shumë tash jena fiksu ma shumë këtu në fshat. Tregom, a ishe këthy me jetu në fshat nëse veç ishe ndërtu villat edhe kështë pas një biznes, po thamë, një biznes të mirë, kështu, edhe pse jo për me pas jetën këtu në fshat? Po normal, me konë rruga më investu me ndrejsh rruga dhe me investu komuna e Lipjanit në fshatin tonë, po pse jo? Ja vlen me jetu Ja vlen me jetu ush. Se ki mirë është me bujësi, mirë është me jetë fshatit, jeta shumë është e mirë këtë. Trego ma pak dallimin mes Hërnovcit edhe Prishtinës, çka ka fshati edhe çka ka qyteti, cilat janë të mirat edhe të këqijat. Në për vete, dhe më këna dolem para lufte në Prishtinë, po sot me shembull më ndrejse në rruga, unë kthejna i pori jem që kthejna këtu në fshat. Je i pori që kthejna? I pori jem në këtë që kthejna në fshat. Se dhe më thonë, boba jem ka lind këtë, dhe më thonë kjo pasëni është e bobës tem, më thonë s'kem pas, nuk e shes këtë pasëni, se kjo është e bobës. Po, problemi është veç të rruga. Dhe më thonë, e po me dhe vetë, dirisa erdhëm këtu nalt, erdhëm me gjysfryme, me thonë ashtu, se rruga ke te mose e keqe. Ashtu, bukfalisht ke e keqe. Po, dhe më thonë, komunës Lipjanit, duhet me ju adresu në ashta komplet fshati, komplet banorët me bo në ashta një kërkes. Kanë bo këtu banorët, kanë bo kërkesa, dhe më unë kur jënë konë zxedhjet, dhe më unë zdo vetë sërë që janë zxedhjet këtu, kemë pretendime pe komunës Lipjanit, dhe më unë, po kam problemin dhe sa të kryen zxedhjet, mos si të kryen zxedhjet, kjo fshat është i arrushëm, pe komunës Lipjanit. Më unë veç ato vota, edhe mos dherë na kanë thonë vina, jeni mujna, vina, kur s'kan ardhën, dhe më unë me bonin ndimes si fshat këtë, me në ndihni disha për fshatin Anrëvës. Qazim ne po vazhdojmë dhe gjatë rrugës kemi me po edhe me pamje, me ju tregu krejt audiencës tonë, me tregu pak a shumë se qysh është rruga e këtij fshati, edhe pse jo nëse veç e shef komuna e Lipjanit këtë video, këtë storje, besoj që diçka kanë me investu.
Po kjo është e mirësore, shpresojmë, unë kam qef me po dhe kryetari i komunës Lipjanit këtë fshat, që më mirë me banorët e fshatit tonë pak, sa do me na ndihmu e diçka për rrugë. Në probleme këto këtë banorë domethënë kanë dalë, kanë lëshu fshatin domethënë veç shkaku i rrugës. Veç për rrugë kanë lëshu fshatin. Momentalisht, a ka ndonjë banor apo nuk ka met asnjë banor që po jeton në këtë fshat? Ka banor, po janë domethënë nuk banojnë këto, banojnë domethënë veç në vikend. Okay. Veç në vikend, po janë këto gajtant i kemë që janë mirën me bujqësi. Ka familje edhe që mirën me bujqësi në këtë fshat? Po, ka familje që mirën me bujqësi, janë poshtë, atje të shkolla janë atë. Nëna këto jem kelmend. Okay. Qëta është logja poshtë, jem kelmend, lazan, dhe jem kusheresht në mes vete. Këto ka banor, banojnë jem 2-3 shpijen që banojnë. Pa ka na i shqitore, na i diçka këtu fshati që njerëzit sa do pak për nevoja të vogla na shta për me pas mundësi me ble diçka këto? Jo, s'ka. Do më thonë as këtë mundësi nuk e kanë? Ja, se kemë, as këtë mundësi se kemë. Po më duket është... Para lufte ka pasën shqitore, këto në këtë fshat ka pasë shqitore dhe nuk është shkolla atje. Se në klasën e pare këmë krye këto në fshatin në Rrës. Në ka pasë banor, jenë kanë dhe ofër 300 shpi, jenë kanë para lufte. E tash? Si fshat tash s'ka heq. Heq? Veç qa, se cilë kanë bo ndërtimet, i kanë maru shpija, po veç vinë veç në vikend. Okej, do më thonë nëse veç dikush menda për me u këthy në këtë fshat me jetu, duhet me menu mas pari që nuk ka minimumi një shqitore për nevoja ma t'vogla, se le mo diçka tjetër ma shumë. E sidomos gjaja kryesore që është rruga. Këto për si fshat, këto domethënë shumica janë të interesuar, domethënë janë këto kej shumica janë për më kthye. Ose çdo kush e ka pasuninë e prindve vet. Domethënë çdo kërkush nuk ka qef me lën pasuninë e prindit me hub domethënë shajën e prindit. Është problemi këtë që kanë vazhdu këto më kthye. Kanë marru qëta është shtëpia poshtë. Këto gajtan kanë marru tena, këto në lagjet kelmendve kanë marru edhe këto kanë marru shtëpia. Janë të interesuar për si fshat, janë të interesuar më kthy. Tash ta kthehen me familje, kthehet çdo vikend me jetu është. Ka të interesuar shumë këto që kthehen me jetu. Vazhdojmë me pamje, me pa se qysh po duket rruga në vazhdim, ndiqen e tash. Miqtë e mi, gjatë rrugës këtu që po e bajmë në fshatin Hanravc të komunës së Lipjanit, e patëm mundësinë me pa edhe biseden që e patëm me zotri Qazimin, do më thonë banor i fshatit Hanravc, këtu nga komuna e Lipjanit, e patët mundësinë me dëgju edhe me pa faktikisht se çfarë pamje, çfarë rrugë, edhe në çfarë kushte është fshati Hanravc. Unë të me fokusu edhe kamera gjendjen, do më thonë gjendjen anësore të rrugës, që shpo duket me gur, me dhe, me dru, me cilat janë krejtësisht veç mbeturina, veç bërlog, mujna me thonë. Është i vetmi fshat që deri më tash sa i kemi vizitu, është ma i papërparuare. Do më thonë, nuk është marrë komuna e Lipjanit me asnjë sen ma t'vogël. Do më thonë, leqë, do më thonë, s'pas kanë met as banor me qëndru këto, as me jetu, po nashta as vikend që shë tha edhe vetë banori, edhe pse po vikan në vikend, po nuk pija vleka me ardhë as në vikend, sepse të paktën një shqitore e vogël për nevojat ma t'vogla që mundet me i pas një banori fshatit, nuk e pas kanë. Do më thonë, një vend që nuk ka se çka me ba, ku me shku, çka me punu, nuk ki pse edhe vjen nëse veç nuk ki çka investon. Zotri Qazimi, pas ka fillu, do më thonë, me punën e tij vullnetare që e ka bo, ka fillu me ndërtu rrugën, vetë se e ka hapë rrugën, edhe po shihet se është ndërtim e sipër bashkë me villat që kish fillu me i ndërtu, me një ortak të tij, po që besojmë dhe shpresojmë që komuna e Lipjanit sa do pak ka me ndihmu rruga me kane qarkullueshme si në çdo fshat tjetër, që kur të nisemi për me shku në villa, e shohmi që rruga është mega luks. Kudo që shkon, në Marec,
në Kik, kudo që shkon, domethënë rruga është e mirë, një pjesë e tyre mundet me kanë pak e pandërtume, po edhe ajo besoj që janë në proces e sipër e jo sikur këto në fshatin Handrovc të komunës së Lipjanit. Gjatë rrugës që po e bojna, besoj që prej nalte deri tash po e shifni edhe vetë se ka fillu paksa me u ndërtu, domethënë me iniciativën e qazimit, me cilën tha edhe më herët se nuk ka mbështetje, nuk ka asnjë lloj mbështetje, domethënë që ja ka dhënë komuna e Lipjanit, përveç se banorët e fshatit, aty këto që ka mejtë në një, po i ndihmojnë asha me vetë financim, me e ndërtu rrugën, edhe domethënë me dhënë edhe një pjesë tokës tynve, për me e zgjeru të pak të rrugën me dalë 2 kere, domethënë 2 trakshe. Po besojna shumë që ka me fillu edhe me u investu, sepse koka një fshat me pamje ma gjepse, një fshat me një ajër shumë të pastër, edhe që ja vlen jo veç në vikend, po ja vlen me ardhë me jetu, me punu, me vepru, me gjallnu, që shtojnë krejt shqiptarët, dhe më thonë, ja vlen një fshat si kë, si kur krejt fshatra tjerë që kthehen, sidomos prej Prishtinës, prej fushë Kosovës, me jetu edhe me e relaksu, me qetësu shpirtin me një fjalë. Ja vlen që edhe ky fshat, fshati Handrovc i komunës së Lipjanit, po e theksoj kështu i komunës së Lipjanit, që me pas edhe komuna e Lipjanit me dije pak a shumë se në çfarë gjendje dhe në çfarë kushte qenë ka ky fshat, ja vlen edhe ky fshat me u ringjall sikur krejta fshatra tjerë që janë duke u ndërtu me villat luksoze. Po nashta krejt fshatra tjerë që po kanë kaq shumë villa, po janë ata banor me të cilët janë prej krejt veneve tjera. E ky fshat i Handrovcit po fillon me u ringjall nashta nga vetë banori i fshatit, megjithse domethënë është shumë e rrallë, sepse kudo që kemi shku edhe kemi pa fshatra të cilat janë me villa të ndërtume, janë krejt njerëz që kanë ardhur nashta, kanë ardhur prej Pejës, kanë shku në Mramar. Po e zojmë si shembull. Ja vlen domethënë që edhe ky fshat me u ringjall si krejt fshatrat e tjerë për me e pas se çfarë të mira ka ky vend. Hajteni bashkë me mua edhe po vazhdojmë në vijim me e dëgju qazimin se çka po na thot banori i fshatit, me na tregu ende më shumë se çka ka bërë për këtë. Qazim, këtu ke domethënë rruga ku vetë se nuk mujtë me unë gjithë nalte me kerë. Ke këtu përfundimi rrugës me kerë edhe 10 minuta bënëm derisa dolëm nalte pjesa e villave ku ke fillu me ndërtu. Tregom që kanë prit banorët këtë pjesën që jetë duke e hap rrugën edhe ju ka ndonë ashtë edhe pak pjesë e tokave tynve për me të ndihmu këto. Në kanë mirë, në kanë prit domethënë banorët, s'kem pas të të lashe me domethënë me mezha, domethënë se cili ka lëshu tokë, për se këtu kanë rrugë domethënë 2 metra rrugë, tash domethënë kanë lëshu se cili banor, në hiset vetë kanë lëshu domethënë këtu i kanë lëshu tokat. Na kanë prit jashtëzakonisht mirë. Domethënë se s'kem probleme këtu fshatin nërmes vetit, domethënë se këtu jenë domethënë dikush që don me shit shembull tokën, domethënë nuk ja shesëm dikujna, por veç katunin nërmes vetit që e blej. Okej, na i na mësu në për katunet tjera që jemi konë, kur kemi po villa, ka pas nashta rast që kanë ardhur prej Pejës po e zojnë në fshatin Handrovc. Këtu domethënë katunin nuk po e leja, i ka me hyj dikush tjetër përveç se banorët e fshatit. Po domethënë shme të shpjegu këtë nuk i lajnë domethënë, po e kanë vlerësu tokën domethënë shumë çmim, zakonisht çmim të ulët. Domethënë 200 euro e kanë vlerësu domethënë të arit. Veç shkaku i rrugës e kanë vlerësu domethënë çfarë çmim. Po nëse i shkon rruga e ndreqt, çka? Po me konë rruga në rejë shembull nuk apet banor domethënë nërmes vetit, na jem këto që i blejmë nërmes vetit domethënë. Ka kelmend, na si lagje jem kelmend atje, gajton domethënë këto, shkollën e kem atje, kanë këto një shitore, domethënë para lufte, ama nuk ka domethënë të shet dikujna që dhe që tash për sa e dijone, nuk ka domethënë banor të huj që i kena shitën dikush, s'kumni domethënë që i ka shit kërkush dikujna. Edhe po vazhdojmë pak me ecë edhe tregom domethënë tha që shitoria ka qenë para lufte. Po. Mas lufte e knej nuk është që ka ndonjë shitore funksionale apo hiç. Edhe shkolla sa është, domethënë shkolla është e mbyllët. Domethënë shkolla është e mbyllët, mas lufte kjo shkollë ndërtu, domethënë organizate huja ka marru.
e ka marru këtë shkollë. Se ka pas mas lufte ka pas pak banor, po tani më u tërheke në ata. Veç shkaku i rrugës. Veç shkaku i rrugës. Shkaku i rrugës. Domethënë banorët e Harnovcit janë obligu për me lëshu katundin shkaku e mos funksionimit të jetesës këto. Jetesa është këtë veç problemi është veç rruga. Veç rruga. Në asnjëherë komuna e Lipjanit nuk ka investu këtu si në fshat. Domthonë që ishe investojnë për fshate të tjera, domthonë këtu të na ju. Asnjëherë nuk ka investu më të paktën diçka komuna e Lipjanit në këtë fshat. Dasha mirë, krejt miqt mi, dhe më thonë, a për shifni që ati nalë. Prej nalt, deri sa ardhëm që të poshë, na për krejt që të agur, unë e i prisha krejt sandalët. Dhe më thonë, veca i kum ble, a më këtu njeri nuk e pas na ditë se në qëfar gjendje jena ardhë, se menova që tybe është na i farë katuni kështu pak ma mirë, a ma gabi me pas na pas, kështu që koka të merë i të merit, se qëfar rrugë pas ka fshati. Shpeshin gjatë luftës këtu ka pasën dëshmorë në këtë fshat. Monën ka pas familje, kena ardhën pe i Prishtinë, dhe monën gjatë luftës kanë banu këtu, ka pas strej mund në këtë fshat. Monën për si fshat, për si banor, dhe monën kejt e kem kalu mirë kështu, e kalujmë në mes veti. Monën dhe që to kena ardhën me investim vetanake, dhe monën qysh e potë edhe jo, rrugën që e kena hapën. Ta është këto e kënena nuk kem kapacitet e pritëm pe komunës Lipjanit që me na i bo një zgjidhje. Pakten, bile me na i shtru një zhavër apo diçka me posën funksionali na kitë rrugë për si fshat. Ma se na gjdo e kem tradit prind, gjdo antarë familje që jetojnë Prishtinë, që vdesin Prishtinë, na i bim në fshat, i varrosim këto në fshat tonë, në vendlindjen tonë. Qazim tash jemi te pjesa ku do më thonë janë edhe vorret e banorëve të këtij fshati. Tregom për shumë që është e izoluar këto pjesa. Tregom kush e ka bërë këtë investim me thonë që me rrethëku pjesën e vorreve. Këtë investim e kena bo na si banorë këtë të fshatit Hanrëfs. Domthon këtë banorët e fshatit e kena bo domthon këtë rrethojen, këtë mënyrë vetanake. Domthon investimi e gjithë banorëve. Se këto domthon nuk janë kontë të rrethëkume, tash i kena që një 5 vjet, domthon i kena rrethëku këto këtë mrejshën këto. Nga ka ardhur ideja për me rrethëku këtë pjesë dhe sa ka qenë investimi që keni bë komplet domethënë rrethojen? Po ideja ka qenë gjithë banorëve, se këto janë domthon në këto varrezat kem këto dëshmor. Kem dëshmor këto domthon kem çdo banor i ka prind domthon i ka prind këto varrosën. Edhe kena organizu domthon kena bë gjithë banorët e kena këtë investim dikon ka kushtu një ofër 10.000 euro, ka kushtu që kjo mbulesë, domthon rrethoj që kena bë këtë. Sa është e gjatë kjo rrethoja këtu që e keni bë? Po domthon se di bash parafërsisht veç i ka këtë domthon një ma shumë se 2 hektarë janë. Okay. Ma shumë se 2 hektarë domthon varreza që janë këtu domthon që kena bë këtë rrethoje. A veni ju këtu me mirëmbajt venin, me pastru? Po na gjithherë domthon çdo pranverë na vinë këtu banor domthon mbledhëm edhe i mirëmbajmë. E kositëm vetë domthon mirëmbajtjen e barit, i pastrojmë vorret krejt domthon i pastrojmë vetë në mënyrë vetanake. Domthon asnjëherë komuna e Lipjanit nuk ka dolën me na ndihmu këtu, me thonën që ka dëshmorën këtë fshat, domthon e ka lënë këtë anash. Domthon kush farë investimi pe komunës Lipjanit, këtë këtu sene çka i pe këtë mënyrë vetanake. Domthon këtë mënyrë të fshatit. Që kena mbledh na fshati, domthon çdo iniciativë këtë veç me fshat. Me komunën Lipjanit asgjë pe mas lufte këtu kur gjë su investuar. Kush ka qenë prej dëshmorëve këto që janë trom disa figura, a mundesh me na i cek? Këto janë ka Gajton, është një Gajton, domthon atë lagjen atje.
Domthon është edhe për mendura se kanë rrodhë pi, domthon që kanë orë gjatë luftës këtu, domthon janë vrarë. Tash domthon orë pi Prishtinës ose Kanë orë prej vendeve të kanë orë pi vende të tjera këtu që kanë nejt gjatë luftës, edhe janë rrodhë dëshmor. Mo këtu asnjëherë komuna e Lipjanit, domthon çfarë peshin e këtë që mëni me po dhe vet, domthon s'ka ardhën asnjëherë me bo pastrimin e vorrëve këtu në këtë fshat. Këtë mënyrë vetanake. Domthon kur gjë nuk kem investim, domthon komunë të Lipjanit, s'ka kur çfarë investimi këtu. E na si banor këtu, gjithë banor, domthon me marr komuna e Lipjanit, domthon me orë, na e pritëm për komunës Lipjanit, domthon me orë me na ndihmu këtë fshat. Me na shtru bilet, paktën bile zhavër me shtru këtë rrugë. Krejt domthon ky fshat këtë u kon banor, domthon na jem atje si lagje, jem Kelmen, ka Lazan, knena domthon ka Gajton, Krasneq. Domthon këtë jem shpërngulën, domthon secilin Prishtinë, Lipjan, Njaniv, as domthon pem as luftën domthon ky vend ka nis më të rjek banor. Po është edhe e qartë sepse po shihet që nuk ka as qarkullim të njerëzve, as shtëpi me të cilat janë të jetueshme. Po shihet qartë asgjë që është vend i braktisur, total. Miqtë e mi, qysh po e shefni pra edhe prapa meje, është shtëpi garant prej para luftës. Është shtëpi e cila është e shkatrume, bashkë me rrugën që e ka këtu përballë, po e shohmi se është një vend, është për mjerim. Domethënë, deri sot, deri para pak kohe kur zotri Qazimi ka ardhur me investu në këtë rrugë, nuk është që ka marrë ose komuna apo ose banorët e tjerë të fshatit me marrë tendencë për me punu, për me vlerësu vendin, edhe pse jo me investu në shtëpia. Është veç një shtëpi që e pam pak më herët se është fillu me u ndërtu, është e re, po që ka mendu nashta për me kalu një pjesë të kohës këtu. Për ndryshe prej saj, është edhe pjesa tjetër ku janë e njëjta gjendje e shtëpisë, mundemi me pa mbrapa. Domethënë është për mjerim rruga se qysh shtëpiat kaq të vjetra, edhe rruga e prisht, edhe domethënë nuk mundet kur qysh bre me jetu një familje në këtë vend me kushtet që i pas ka ky fshat. Miqtë e mi, me një pamje mbrapa meje të shkatrume, të dëmtume, të jo ndërtume, ju përshëndesim nga fshati Harnovc, deri në fshatin e juaj Mirëmbeqi, por në storin e radhës besoj që do të jemi në një fshat shumë të bukur edhe shumë të pasur e jo si këtu, që shpresojmë se komuna e Lipjanit shumë shpejt ka me investu në këtë fshat. Mirëmbeqi.